Mezhliset e ilmit, kërkimi i diturisë është prej gjërave që ne forcojnë imanin. Pak dituri me iman edhe punën të mira t'japin shumë bereqet në jetë. Kështu kanë qenë baballarët e tonë, vëllazi. Baballarët e tonë s'kan ditë shumë, kanë ditë pak, ama ato që i kanë ditë sakt edhe sigurt. Imani i tyre ka qenë i madh edhe punët e tyre kanë qenë të mëdha. Sot xhamati i ri din shumë më shumë se sa baballarët e tonë. Ama imanin e kanë më të vogël edhe punët e mira e kanë më të vogël. Kjo është matematikë. Pak dituri me shumë iman edhe shumë vepra të mira, barazimi është më i madh. Shumë dituri me pak iman e pak vepra të mira, barazimi është i vogël. E nëse kiti shumë dituri, pak iman e pak vepra të mira, e ki shumë vetpëlqim, e ki shumë arrogancë, e ki shumë mendje madhësi, atëherë kur një fardobije s'ki, as pjasë e diturie. Andaj, na themi çka? Ekuacioni më i mirë në matematikën e imanit dhe diturisë është kjo. Dituri shumë, plus iman shumë, plus vepra të mira shumë. Barazim me rezultati është i jashtëzakonshëm shumë.